Shumë grupe ka, shumë sekte ka, shumë ekipe ka që i keqpërdorin lajmet. Ata të cilët i keqpërdorin më shumë të lajmet e librave të shenjtë, janë ata që i fshehin lajmet e vërteta, mosmarrëdhë e vërteta deri te njerëzit. Se Zoti thot, medito për Kur'anin. Nuk thot medito për Stambollin, nuk thot medito për Bagdadin. Pra, Maliki Yawmiddin, sunduesi ditës borxhit. Dhe tani e kuptuat se kjo fjalë në tërë Kur'anin vjen 118 herë, 29 forma të ndryshme, 14 herë vjen El Medine, bëhet fjalë për qytet, dhe askund nuk e kemi një lajm në Kur'an se u shkatërru një qytet. Askund bre nuk e kemi. Kur tojmë për shkatërim të qytetrime, vjen një fjalë tjetër që quhet karje, dhe kur çudi përkthyeshit këtë karje e kanë përkthy fshat. Në realitet, kur tërë këtë qytetrim sot që ne e njohim, në kur qytetet të mëdha mund bëhet një ditë një fshat i vogël dhe mund të vjerë në kupollën e këtij qytetrimit një grup i vogël i njerëzve dhe do të tentojnë ta luajnë rolin e Zotit, dhe atëherë dohet me prit shkatërimin. Jo prej Zotit, prej vetë atyre që i morin prerogativat hynë.